Flirtimi pa vend i grave në ambientet e punës, Kostanca Morava, erotizmi quhet vetbesim. Shqipëria e pushtuar është bërë pothuajse banale të thuhet se antivlera është ulur këmbkryq mes nesh, aq shumë sa fjala antivler ka humbur fuqinë e alarmit, por për mua ky realitet mbetet i dhimbshëm dhe i papranueshëm, më vret syrin, më rëndon shpirtin dhe më shqetëson thellë. Ne shpesh mendojmë se degradimi moral zbulohet vetëm në skandale, në ngjarje të mëdha, në tituj gazetash, por në të vërtetë ai shfaqet në sjellje të vogla të përditshmërisë, në ato veprime që kemi mësuar t'i quajmë normale kur nuk janë as pak të tilla. Një prej shfaqjeve më të qarta të kësaj shthurje është flirtimi pa vend në ambientet e punës, një sjellje që është banalizuar kryesisht nga gra deri në atë pikë sa nuk shkakton më as habi, as turp, as reagim. Por në një shoqëri të zhvilluar do të shkaktonte edhe dënim, po, sepse flirtimi i pavend nuk është sharm, nuk është thjesht miqësi, nuk është mirësjellje. Flirtimi i pavend është mungesë e zhveshur respekti. Në momentin që dikush gjatë ushtrimit të profesionit të tij më të zakonshëm, shitse buke apo e mobiljeve, zgjedh të flirtojë me klientin, ajo e redukton tjetrin në një objekt, jo në një njeri që meriton profesionalizëm, qartësi, komunikim dhe respekt. Ky gest e zhvesh marrëdhënien e punës nga çdo dinjitet dhe shndron në një skend pavend ku klienti apo bashkëpunëtori bëhet mjet për të ushqyer një boshllok personal të ngacmuesit apo ngacmueses. Flirtimi pa vend e shkatron atë raport delikat ku njeriu vjen për shërbim dhe merr përballë një sken që nuk i përket, që nuk e kërkoi dhe mbi të gjitha nuk e respekton. Është akt që flet qartë. Nuk të shoh si njeri, por si një reagim të mundshëm, dhe ky është degradimi më i pastër social. Kjo sjellje nuk ka lidhje me bukurinë apo dëshirën, por me boshllëkun. Ka lidhje me një individ që nuk di të gjej identitet brenda vetes, prandaj e kërkon përmes syve të tjetrit, klienti radhës. Ka lidhje me mungesën e vetvlerësimit që kërkon konfirmim të menjëhershëm. Ka lidhje me një formë të heshtur dëshpërimi që maskohet me flirt. Ka lidhje me ndjenjën e padukshme të brendshme që kërkon të mbahet gjallë, qofte edhe me 3 sekonda vëmendje të rastësishme. Flirtimi pa vend nuk është lojë, është simptom dhe sëmundja është boshllëku, kur profesionisti humbet kufirin mes rolit të tij dhe nevojës për validim, kur vendi i punës shndrohet në sken flirtuese, kur shërbimi zëvendësohet nga performanca, problemi nuk është më personal, është shoqëror. Ky fenomen e ul dinjitetin profesional në pikën më të ulët, e shpërfytyron rolin e shërbimit, e zhvesh kontaktin njerëzor nga qartësia dhe krijon modelin më të gabuar të sjelljes në shoqëri. Klienti nuk respektohet, vendi i punës nuk respektohet, vetjet nuk respektohet dhe pikërisht për këtë. Flirtimi pa vend nuk është më emancipues. Është provincializëm i paketuar si vetbesim, është autonomi e reme mbi një identitet të munguar, është mungesë ndjeshmërie dhe mungesë etike profesionale. Ky fenomen është rënduar edhe më tepër në këto 10 vitet e fundit, sepse mënyra si funksionon politika ka prodhuar një kulturë ku vlera vërtet nuk vlen, ndërsa shfaqja, performanca dhe imazhi shpërblehen, kur në majtë të shtetit promovojnë figura që mbijetojnë me arrogancë, me manipulim, me marketing personal dhe jo me punë reale. Mesazhi që zbret poshtë është i qartë, nuk ka rëndësi thelbi, dhe pikërisht ky model bëhet shembull për çdo hallk të shoqërisë. Kur lart sheh ministër që sillen si personazh showbizi, drejtues institucioni që bëjnë teatr, politikan që luajnë me kamerat, atëherë dhe shitja e bukës apo mobiljeve fillon të besoj se duhet të performoj, të tërheq vëmendje, të krijojë një mini spektakël flirtimi për të ndier se ka një rol. Kur sistemi e shpërbën shfaqjen dhe qytetari e braktisë esencën. Prandaj flirtimi i pavend sot gjendet kudo, është mënyra më primitive për të ndier ekzistencë në një kulturë që të mëson se je aq sa të shohim, jo aq sa vlen. Dhe kështu flirtimi i pavend kthehet në normë. Atë sot e gjen që nga shitja e bukës deri tek moderatorja e lajmeve, këngëtarja apo edhe pastruesja e shkallës. Ky është një alarm për mua që tregon se në çfarë humnere fle dhe zgjohet një shoqëri e tillë, jo vetëm e verbër edhe e prapambetur, por mbi të gjitha kjo shoqëri nuk ka asnjë vullnet për të dalë nga humbëtira, asnjë vullnet për të mësuar apo për të përmirësuar sadopak. Vullgaria quhet energji, erotizmi quhet vetbesim, mosrespekti quhet sharm, ndërsa integriteti, profesionalizmi dhe dinjiteti quhen prapambetje.
Por efektet e kësaj sjellje nuk mungojnë. Një shoqëri që nuk respekton klientin, bashkëpunëtorin, nuk respekton as veten, një individ që i përdor të tjerët për të mbushur boshllëkun, nuk gjen kur paqe, një kulturë që kërkon validim të çastit të humbet identitetin, një gjoja profesionist që punon për kompanitë ndërkombëtare dhe nuk ja ka idenë e kulturës së tyre në vendin e punës, nuk është më thjesht një individ i rastësishëm, por është një problem social dhe një njeri që nuk njeh kufijtë e vet dhe nuk mund të mbjetoj moralisht, profesionalisht apo shpirtërisht. Rënja morale është gjithmonë më shpejt se ngritja dhe ata që ushqejnë këtë rënje të bindur se nuk shihen dhe nuk kuptohen janë të parët që bien. Vetë shkatrimi është e vetmja ardhme e këtij modeli shoqëror apo qeverisjes.